Tema që zgjodhëm sot, vëllezër të nderuar, që ta shtjellojmë para jush, pasi që jemi në muajin e Rabiul Awwal, domethënë zakonisht shtjellohet çështja e këtij muaji. Në për hutbe, ndoshta keni dëgjuar prej hoxhallarëve të ndryshëm që vinë këtu, domethënë bajnë hutbe të xumajave. Shumica e dietarëve domethënë thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lind mu në këtë muaj, pra në muajin Rabiul Awwal. Edhe pse si dobi kështu, domethënë shkurtimisht ta keni si dobi ilmie i thonë, se dy gjëra dihen sakt prej lindjes pejgamberit alayhis salam. Dihet dita cila ka qenë ditë e hënë, kjo është s'ka dyshim të, ka qenë ditë e hënë, domethënë transmetohet në transmetime të sakta. Kjo është e para. E dyta, dihet viti kur ka lind, është Amul Fil, viti i elefantit. Kështu njihet. E dini ndoshta ju tregimin e surës Fil, domethënë ku Allah subhanahu wa taala tregon se si e ka shkatruar armikun e tij Ebrahan, i cili kishte përmbledh një ushtri prej elefantave dhe me të është drejtuar në drejtim të Mekës për ta shkatruar Ka'ben. Mirë po Allahu ja prishi këtë kurth të tij dhe i dërgoi zoq të cilët i shkatruan ato elefanta. Në këtë vit pas kësaj ndodhie ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e qartë. Edhe pse sa i përket aspektit të, domethënë, kur i vjen me kalendarin gregorian, disa thon 568, disa 570, disa 571. Domethënë, s'është probleme. Kryesorja Amul Fil njihet padyshim. Këto dy gjëra janë, nuk ka dyshim se në to ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket datës dhe muajit, nuk ka ndonjë transmetim të saktë, dhe kjo nuk është rastësisht kështu. Allah subhanahu wa taala e ka lënë këtë formë për të treguar se nuk lidhet ndonjë ibadet sheriatik me datën dhe me muajin e lindjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se sikur të ndërlidhen ndonjë ibadet sheriatik me këtë, Allah do të na sqaronte në mënyrë të prerë, siç i dim gjëra tjera. Mirë po, kjo tregon se as pejgamberi alayhis salam e as shokët e tij nuk i kanë dhënë shumë rëndësi datës edhe muajit. Mirë po, disa dietar kanë thonë me 9 Rabiul Awwal, disa kanë thonë me 12, disa 17, disa ka shumë mendime. Sidoqoftë, shumica e dietarëve thonë se është muaji Rabiul Awwal. Dhe kjo është ajo që është e përhapur tek muslimanët, dhe është e udhës që në këtë muaj apo në këtë ditë që jemi sot të flasim për të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe muhabeti për Muhammedin alayhis salam nuk përfundon me një ligjërat e as me 10 e qindra ligjërata. Mirë po, ne do të mundohemi që sadopak të flasim nga një këndvështrim i veçantë, e ai është Muhamedi alayhis salam në mes të neglizhentëve dhe atyre që e teprojnë. Më thonë, haku i pejgamberit alayhis salam në mes të neglizhentëve, atyre që e lanë pas dore hakun ndaj tij, dhe atyre që tepruan, më thonë, hakun ndaj tij, dhe duke u munduar të bëjnë mirë, bënën keq. Ne lutim Allahun e lartësuar, dhe këtë e kom përmend para jush ndoshta edhe disa herë për shkak të rëndësisë se ndërlidhet me namazin ton. Ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë o Zot. Na udhëzon rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është mesin, mes të dy ekstremeve. Kjo është rruga e drejtë. Gairil magdubi alejhim, më thonë siratal ladhina an'amta alejhim, rruga e drejtë e pejgamberëve. Gairil magdubi alejhim, jo me ata me të cilët u hidhrove. Ata me të cilët është hidhruar Allahu është jehudët dhe ata që e ndjekin udhën e tyre. Do me thonë, e din të vërtetën, mirë po e neglizhojnë. Rruga e neglizhentëve. Walet dalin, dhe jo as në rrugën e të humburve. Të humburit janë ata që e teprojnë, veprojnë pa ilm, pa dituri. Ju kujtohet, mendoj se kështu o mirë, e bëjnë. Këto janë krishterët dhe gjithë ata që e ndjekin, do me thonë, traditën, metodologjin dhe zakonin e tyre. Rruga e pejgamberëve, siratal ladhina an'amta alejhim, është në mes kësaj dhe kësaj, në mes tyre dy ekstremeve. Do me thonë, është rrugë e cila vepron, nuk rin pa vepruar, nuk është neglizhente, mirë po vepron me një kusht, ajo është dituria. Do me thonë, vepron me ilm, me dituri, e jo çka t'ju kujtohet. Për këtë shkak,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në një hadith sahih, thot hatta lana, na e boni pejgamberi alayhis salam një vit drejt. Në shkretir, aty ku kanë qenë tulur, në zallë, aty e ka bo pejgamberi alayhis salam një vit drejt. Kjo tregon se pejgamberi alayhis salam i ka përdor metodat e mësimit. Kjo është metodë, do të thonë, e mësimit që dihet se shikimi, do të thonë vizualiteti dhe dëgjimi është më e fuqishme për ta mbajtur mend se sa veç t'ia thuash fjalën. Kur do t'ja vizatojsh, atëherë ala më shumë e mban mend. Për këtë shkak Abdullah ibn Mesudi thot, pejgamberi alayhis salam e boni një vit drejt. Dhe kjo vija e drejt ishte më e gjatë dhe e drejt. Ana kësaj vijës drejt boni plot vijat shtremta, më thonë në anët tjera. Dhe tha, kjo është rruga jeme. Kurse këto rrugët e shtremta janë, në çdo rrugë ka një shejtan i cili thirr në atë rrugë. Thonë dietarët, për çdo vepër që e don Allahu, për çdo vepër të cilën e don Allahu i lartësuar, shejtani nuk ka i kënaqur pi robit derisa ta bëj tek ai dy gjëra. Ose dhe nuk i intereson atij se me cilën e devion njeriu. Ose do ta çojë në ekstremin e djathtë që ta teproj, të shpik, të shtoj në atë vepër, ose në ekstremin e majt që ta lej atë vepër dhe ta neglizhoj. Kjo puna e shejtanit. Ndërsa rruga e drejtë është në mes. Dhe këtë do ta sqarojmë inshallahu teala në lidhje me Muhamedit alayhis salam. Sepse mbajeni mend, jo vetëm ehlusunetin mesin e bidatxhive. Thonë dietarët, ehlusunetin mesin e atyre që kanë shpik gjëra në fe, janë sikurse muslimanët në mesin e feve tjera. Çka janë mes të dy ekstremeve. Merë shembullin e Isaut alayhis salam, pasi tash filloi ky viti tjetër sipas kalendarit që pretendohet se është për lindjen e Isaut alayhis salam, mirë po nuk është vërtetuar asgjë. Kryesorja merë shembullin e Isaut alayhis salam. Kemi dy ekstreme në lidhje me të. Jahudit ka një anë të cilët se pranojnë as si pejgamber, as nuk e respektojnë, pretendojnë kin se e kanë vrarë dhe pse nuk e kanë vrarë. Ky është një ekstrem. Ekstremi tjetër krishterët, cilët aq shumë e tepruan pa dituri sa që e bën çka djalë të Zotit. Thonë se është biri i Zotit, Allah i na ruaj. E Islami në këtë rast ku është? Në mes. Në mesin e art. Thot jo, ju jahudi e keni gabim, as se keni vrarë, e as nuk është njeri i thjesht, është pejgamber. Ju gabim e keni, po dhe ju krishterë keni gabim, se nuk o djali i Zotit, po njërë, pejgamber. Po ka lind pa babë, s'ka lidhje, Ademi o kriju as pa babë as pa nonë. Atëherë duhet shumë fëmijë i dali i Zotit, e kupton, me atë logjikën e tyre. Po Allah o krijon si don. Me thonë me desh krijon vetëm me një prind, pa prind. Allahu është i plot fuqishëm. Nuk ka nevojë themi se është djali i Zotit që themi se ka lind pa babë. Kjo është gabim. Andaj pejgamberi alayhis salam në lidhje me këtë shembull ka thonë la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kujdes, mos më ngritni siç e kanë ngrit krishterët Isaun alayhis salam. Mos e teproni pra, ja ka tërheq vrejtje pejgamberi alayhis salam. Po çka fa inna ma ana abdullahi wa rasuluhu. Unë jam robi i Allahut dhe pejgamberi i tij. Robi i Allahut që me i thonë ati që donë me ngrit ngradën e Zotit, me i thonë, jo, nuk është Zot, është robi Allahut. Mirë po, mos haro, nuk është çfarë do lloj robi Allahut, është pejgamberi Allahut, është Rasul, pra Abdullahi wa Rasulu, dhe këto nuk përmenden kot në dëshmi pra, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu, që çdo herë me abo me dije muslimanit se është edhe rob, mirë po mos haro, është pejgamber, nuk është si tjerët, ka hak, do është me adhon hakun. Përveç kësaj, pejgamberi alayhis salam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam veçohet me diçka prej pejgamberëve tjerë. E ajo është se është pejgamberi më i dalluar, më fisnik. Gjithë pejgamberët janë fisnik dhe ne muslimanët la nufarriqu baina ahadin min rusul. Nuk bëjmë dallim nga asnjëri prej pejgamberëve. Mirë po. Megjithatë, Muhamedi alayhis salam është i zgjedhur i Allahut subhanahu wa taala. Pse është pejgamberi i fundit me të cilin Allahu e përmbylli pejgamberllëkun. Dhe Kurani famlart i cili i zbriti Muhamedit alayhis salam është libri më me vlerë, është libri më i vlefshëm. Dhe veçohet prej librave tjerë se Allahu ka garantuar se do ta ruaj. Allahu i lartësuar ka garantuar se Kurani do të ruhet deri në ditën e gjykimit. Dora njerëzore s'ka gjasa të depërtoj tek
Kur'ani famlart deri në ditën e gjykimit. Po edhe atëherë Allahu do ta ngri Kur'anin. Nuk do të ketë mundësi dora njerëzore ta prek as pak. Për dallim nga libra të tjerë. Libra të tjerë Allahu ka dhënë emanet besim pejgamberëve. Pse? Se eventualisht nëse do të devionin, vinte pejgamberi tjetër i përmirësonte. Mirë po tek Muhamedi a.s. nuk ka më pejgamber tjetër. Andaj edhe librin e tij Allahu vet e ka marrë përsipër që ta ruaj. Dhe këtë pejgamber Allahu e ka ngrit. Gjithë pejgamberët i ka ngrit, mirë po sidomos Muhamedin a.s. e ka ngrit. Thot Allahu te bareke wa taala wa rafa'na laka dhikrak. Dhe ne o Muhammed e ngritëm lart përmendjen tënde. Thon dietarët sa herë që përmendet Allahu i lartësuar në shahadet dhe në ezan, po ashtu përmendet edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga ndërgimi i këtij pejgamberi Muhamedit alayhis salam kanë përfituar të gjithë krijesat, edhe ata që e pasuan, edhe ata që nuk e pasuan. Nga mëshira e zbritur prej këtij pejgamberi kanë përfituar të gjithë. Mirë po, dallimi është se muslimanët do të përfitojnë edhe në ahiret, për dallim prej qafirave. Përfitojnë këtë dinjë, mirë po, ai që nuk beson në ahiret nuk do të përfitojë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe ne nuk të dërguam ty si tjetër përveç se si mëshirë për mbar krijesat. Ndërsa sa i përket muslimanëve, Allahu i lartësuar e shtjellon më shumë dhuntin e tij nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke wa taala: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin", me të vërtet Allahu i begatoi besimtarët. "Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim", kur në mesin e tyre dërgoi një pejgamber nga vetë ata, do të thonë që është njeri sikur ata. "Yatlu alehim ayatihi wa yuzakkihim", i cili u mëson muslimanëve ajetet e Allahut dhe i pastron prej gjërave të shirkut dhe të xahilietit. "Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma", dhe u mëson Kur'anin dhe hikme, urtësinë. Dietarët e tefsirit thonë urtësia është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. "Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin", edhe pse para kësaj ata ishin në devim të qartë. Do me thonë, njerëzit para dërgimit pejgamberit alayhis salam ishin në devim të qartë. Në të gjitha aspektet e kishin humbur edhe atë që quhet njerëzore, do me thonë. Njerëzit ishin në devim të qartë. Allahu te bareke o taala me këtë pejgamber i udhëzoi dhe i shpëtoi prej zjarrit të xhenemit. Thot Allahu i lartësuar: "Wadhkuru ni'matallahi aleikum", përkujtojeni më shpesh, përkujtojeni, mos e harroni dhuntinë e Allahut ndaj jush. Idh kuntum a'da'a", sepse ju para kësaj, para Kur'anit, para Muhamedit alayhis salam, ishi armiq njëri tjetrit, e luftoni njëri tjetrin. Ju e dini madje edhe në Medinë, vetë brenda Medinës, ishin armiq të njëri tjetrit. "Fa'alafa baina kulubikum", e Allahu ju bashkoi. "Wa kuntum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana", dhe me dhuntinë e tij ju tash u bot vëllezër. "Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar", dhe ju ishit afër për të rënë zjarr të xhenemit. "Fa anqadhakum minha", mirë po Allahu ju shpëtoi prej tij. Pra kjo është dhuntia të cilën besimtarët në veçanti e kanë përfituar prej dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta sikur zgjidhnim dikush që e ka përshkruar më së miri gjendjen e muslimanëve para dërgimit Muhamedit alayhis salam dhe pas dërgimit Muhamedit alayhis salam, nuk do të mund të gjenim dikënd si Xhafer ibn Abi Talibi radiallahu anhu, vllau i Ali ibn Abi Talibit. Ju e dini se pasi që u shtuan pra mundimet e mushrikëve në Mekë, Allahu i lartësuar nëpërmjet pejgamberit të tij i urdhëroi besimtarët që të migrojnë në Etiopi, të shkojnë El Habeshe, në gjuhën arabe i thonë Habeshe, do të thonë në Etiopi, dhe të migrojnë atje. E kur shkuan atje mushrikët e Mekës nuk i lanë as atje rahat. Po çka bën? E dërguan Amr
ibn Asin radiallahu anhu, i cili më vonë dhe aje pranon islami dhe bëhet prej muslimanëve, prej sahabëve dalluar, mirë po në këtë kohë nuk ishte musliman. Kohën kur shkoi atje nuk ishte ende se kishte pranuar islamin. E dërguan Amr ibn Asin sepse ishte njëherë autoritativ, njëherë orator, eloquent, që të shkojnë dhe ta bindin në Gjashiun që t'i përzej muslimanët, t'u kthej, do me thonë, mushrikëve të Mekës. Në mesin e muslimanëve ishte Xhafer ibn Abi Talibi, radiallahu anhu. Mirë po në Gjashiu njeri i drejtë, si që ka thonë pejgamberi a.s. shkoni të kaj sepse të kaj nuk i bëhet zullum kërkujt. Njeri i drejtë. Edhe tha nuk mund t'i përzon pa i dëgju. Shof që ka kajnë thonë ato. Nuk mund si t'i përzon njerëzit kur se di, nuk e di as shfa për çfar. Ndoshta se në atë kohë në Gjashiu ka qenë krishter. Dhe me thonë pastaj e pranon islamin dhe e mban fshet, mirë po në atë kohë ka qenë krishter. Ndoshta i ka shku ndërmend njëri i mençur, ka thonë mos e kam pranuar këto krishterizmin, por derisa qëndrojnë në vendin tem, dhe unë si mundem t'ia dorëzoj pjesëtarët e fesë time të vazhdoj këtyve paganëve, se ato e kanë ditë gjendjen e mushrikëve. Kryesorja ka thonë më sjellish ti dëgjojmë. Mos e zgjatim shumë, është me rëndësi se si e ka përshkruajt Xhafer ibn Abi Talibi, domethënë gjendjen e mushrikëve të Mekës para islamit dhe pastaj si musliman pas islamit, se çfarë begatie u ka dhonë Allahu te bareke ve teala. Atëherë Xhaferi del para dhe e thot një fjalim. Është interesant, fjalimi i Xhaferit nuk është i gjatë, mirë po është i thukt, përmbledhës. I ka përmbledh gjitha sendet që duhet ti those. Dhe jo rastësisht, Xhaferi ka qenë familje e pejgamberit alayhis salam, apo djali e Ebu Talibit, xhaxhait pejgamberit alayhis salam. Ebu Talibi e ka mbrojt pejgamberin alayhis salam. A thua nuk do ta mbronte djalin e vet, do ta mbronte. Po pse e ka çu pejgamberi alayhis salam të shkojë atje? Se e ka ditë se herë do kur duhet të kesin një orator, i cili do t'i mbrojtë të drejtat e muslimanëve. Dhe me të vërtetë kështu edhe ndodhi. Atëherë Xhaferi tha: "Ejuhel Malik, o ti mbret, kunna qauman ahle jahiliye." Ne kena qenë një popull të zhytur në xhahilet. Ne kena qenë popull ignorant. Më thonë e para, diturisë kena pas. Sidomos dituri qiellore pejgamberike, hiç s'kena pas. Kjo e para. Pastaj tha: "Na abudul asnam", i kena adhuru idhujt. Në aspektin e ibadetit kena qenë domethënë mendje lehtë. Kena bën një idhull pe guri druri, çate kena adhuru. Po i kallzon tash si kanë qenë. Pastaj thot: "Ne kulul mejte", kena hongër coftinën, para mendo. Kena gjetë kafshë coft në rrugë, çate kena hongër. Digniteti njerëzor i dobët. Wa na'ti al-fawahish, në aspektin moral i kena bë amoralitetet. Më thonë zinaja, kjo, ajo, s'kena qenë shumë si duhet. Po kallzon për mushrikët e Mekës, edhe keni kujdes, nuk do me thonë se këtë arabët, deri ka qenë tek arabët diçka e nalt, ama kanë ekzistuar këto sende, a janë ndalu me ndonjë rregull, s'janë ndalu. Për këtë shkak e përmendi si dukurit përgjithshme. Sepse nëse lejohet me sistemin, nuk është diçka e keqe atëherë, edhe pse shumica nuk e bëjnë. Për këtë shkak Hindi kur e ka pranuar islamin, pejgamberi alayhis salam ju ka thonë dhe mos të bëni zina. Kur ja kanë bëhen ka thonë e fejezni el hurra, o çudit Hindi ka thonë a ka mundsi ajo që është e lirë të bëjë zina, o habit, pse nderi ka qenë, ka ekzistuar tek arabët, mos të keq kupton atë këtë fjalë. Mirë po, nuk ka pas ndonjë ligj, kanun i cili e ndalon zinon për shembull, nuk ka pas. Për këtë shkak edhe përmend Xhaferi, nuk më thon tash kemi mendim të keq se shoqëria ka kon, kemi parasysh. Pastaj thot wa nakta ul arham, dhe i prishnim lidhjet farefisnore, nuk e kishim shumë të madhe. Edhe kjo një të rregull vlen për këtë. Ka pas që e kanë bajt. Keni qartë. Mirë po, gjendja në përgjithësi s'ka pas sistem që i ndalon këto gjërat këqija. Andaj nuk ka ekzistuar si dukuri. Edhe nëse ka qenë pa marrë parasysh është pak, është shumë, nëse nuk ka sistem që e ndalon një punë të keqe, mund ta shprehish si dukuri të shoqërisë. Kjo është shumë e saktë, do të thonë në aspektin e gjuhësor. O nësi u gjuar, pastaj me fqinjët s'kina pas dhe një hak ndaj fqinjëve, më thonë i nasil keq, je kulul kawiju minna daif, pastaj korupcioni ka ekzistu, ai që ka qeni fuqishëm atë doptin se ka marë parasysh, do më thonë, paramendo si është shpreh Xhaferi, ka thonë, je kul, e hanë, do më thonë, nuk i intereson se qka, krejt drejtat ja merë,
ati të doptit. Fekunna ala dhalik, kështu thot kena qenë. Më thonë, krejt zezat kanë ekzistu. Hatta ba'atha Allahu ilejna rasulen, derisa Allahu në dërgoj një pejgamber. Shikoni tash me dy reshta, do më thonë, si e ka përshkrujt pejgamberin a.s. Na arifu nesebehu, e njohim prejardhjen e ti. Më thonë, ka prejardhjet ngritur shoqëri. Dhe në Gjashiu e ka ditë se pejgamberët që ashtu dërgohen, do më thonë, prej prejardhjes ngritur, që të miret fjala ma letë. E dim, thot, prejardhjen e ti, osit ka hu, dhe e dim se është i vërtet. E keni qartë, nuk ka rejt edhe pas para pejgamberllëkut. Si ka qeni njohur tek mushrikët e Mekës, e sadik e lemin, i vërteti besniku. E dim këtë punë. Andaj s'ka mundësi dikush të ruhet prej gënjeshtrës tek njerëzit e pastaj të gënjej për Allahun. Nuk është e mundur. Gënjeshtari s'pari gënjen punë të vogla, pastaj gënjen për punë më të mëdha. Ka qenë njerëz të mençur. E dim ne kush ka njëra, nuk ka dyshim aty. Thot pastaj, e dim se është emin, besnikri, dhe e dim se është afif, wa narifu ifafahu. E dim se është i ndershëm, më thonë moral është nivel të lartë, wa innaka la ala khuluqin azim, siç e ka lavdruar Allahu te bareke ve teala. Mos ta zgjatim shumë, pastaj tregon misionin e pejgamberit alayhis salam. Thot fedaana ila Allahi linuwahidahu wa na'budahu. Atëherë thot na thiri që vetëm një Zot ta adhurojmë. Edhe kjo në rregull. Shumë më në rregull se sa ta adhurohen guri dhe druri, idhujt. Përveç kësaj, t'i lëm idhujt. Përveç kësaj, dhe të folim të vërtetën, mos të rejmë asnjëherë, mos të gënjejmë asnjëherë. Ta çojmë në vend emanetin. Wasilet i rahim, ta respektojmë farefisin, ti mbajmë lidhjet farefisnore. Wa husnul gjawar, sillna mirë me fqiun, të sillemi mirë me fqiun, po i përmbledh krejt ato veçorit më të mira të Islamit, domethënë. Wal kaf anil maharim wad dima, dhe ta ndalim dorën prej grave të ndaluara dhe prej gjakrave të ndaluara. Me thonë, edhe nder, në gjak, nga vrasja, nga immoraliteti, nga gjithë to të ndalna. Wa nahana anil fawahish, dhe na ka ndaluar prej gjitha immoraliteteve. Wa qawli zur, dhe na ka ndaluar nga gënjeshtra, nga shpifja. Wa akli malil jetim, na ka ndaluar nga ngrënja e pasurisë së jetimit, mos bëjmë zullum në mall. Wa qadhfil muhsana, dhe na ka ndaluar nga shpifja për gratë e ndershme. Me thonë, gjitha të mirat faktikisht ja përmblodh me disa fjalë. Dhe kjo e tregon pra atë dërgesën e Muhamedit a.s. fisnikrin e shpalljes me cilën është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që çdo njeri i mençur që e dëgjon këtë fjalë po thotë po ju bekani në hak, nuk ka mundësi njeri i mençur, jo më shumë, thosë se ju kanë në hak. Do të thonë oratoria për 5 minuta ndoshta ja përmblodh krejt ato që ishin me rëndësi që të dihen. Pastaj ja përmendi o emerana bis salati o zekati o siam, dhe ja përmendi ibadetet me namaz, me zeqat, me agjerim e kështu me radhë. Kjo pra është ndoshta hutbja ma përmblese që e tregon pra mirësinë e Islamit, dhe po ashtu e tregon gjendjen cilën kanë qenë njerëzit para dhe pas i erdhë dërgesa e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shkurtimisht pra pjesa e parë e ligjëratës. Në pjesën e dytë ligjëratës, pasi që për fat keq në këto kohra shumë prej muslimanëve siç thon fillimet e projnë. Niyetin e kanë të mirë, ne nuk dyshojmë, e duan Muhamedin alayhis salam. Mirë po e teprojnë në vepër, shpikin gjëra që nuk i ka bërë Muhamedi alayhis salam. Muhabeti i bidatit, shpikjeve në fe, ka muhabet gjatë. Mirë po unë po ja jap juve 2 rregulla të arta prej dietarëve që ta kuptoni meselen e bidatit. Rregulla e parë është vllazni, do të thonë, koncentroni pak më shumë për to, se do t'ju bëjnë dobi inshallah në të ardhmen. Rregulla e parë është në çështjet e dunjos, në çështjet e adeteve, traditave, veshmbathjeve, ushqimeve. Esenca është se janë halal. Më thonë çështjet e dunjas në esencë janë halal. Përveç se nëse ka argument i cili tregon se është haram. Më thonë në esencë
Andaj kur han dikush për shembull një lloj ushqimit, ne nuk i themi ku e ke argumentin për shembull se pica me mish lope është halal. S'ka pas picë kohën e pejgamberit, s'ka lidhje, nuk duhet ai të thosë argument, jo, po ber me argumentin se është haram. Do të thonë çështja e këtyre gjërave esenca është se është halal, përveç nëse ka haram. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadi." Thuaj, kush i ka bë haram të mirat që Allahu i ka zbrit për robërit e tij? Kush i ka bë haram? Më thonë esenca është halali. Kul hiya lil ladhina amanu. Thuaj, ato janë për besimtarët. Në veçanti fil hayati dunya, edhe në këtë botë, wa khalisat e yawmil qiyamah. Dhe do të jenë vetëm për ato në ditën e gjykimit. Pra esenca në tradita në ushqime në veshmbathje është halali, se është halal në çështjet kësaj dynjas. Ndërsa rregulli i dytë, esenca në ibadete, në çështjet fetare, është harami, se nuk bëjsh ibadet ndaj Allahut përveç se nëse ke argument për atë ibadet. Dikush mund thoj tash me vludi, apo ku ke argument o hoq se me vludi s'ban? Ne i themi e ke kuptu meselen dallash. Nuk duhet unë të bëj argument se me vludi s'ban. Mu mjafton mos ekzistenca e argumentit për të argumentuar se nuk bën. Se sikur të bonte, do të ekzistonte, do ta vepronte Muhamedi alayhis salam, do ta vepronin sahabët, do ta vepronin tabiinët, gjeneratat e para, gjithta sikur të ekzistonte si vepër fetare do ta vepronin. E pasi që nuk ekziston, do më thonë me vludi në këtë formë të cilën tash e bëjmë, atëherë kjo na tregon se është haram. Pse esenca në ibadete është se janë taukifije, i thonë dietarët. Taukifije do me thonë janë pritet argumenti vetëm për Kuranit dhe për Sunetit, për ndryshe nuk bëhet ndonjë ibadet. Argument për këtë, dikush më thoj kush është argument për këtë, janë dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhamedi alayhis salam: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Kush shpik në fen ton, në çështjen ton, diçka që nuk është prej saj, më thon do të bjerë diçka të re, i kujtohet, apo për shembull dreka është 4 rekate farzi. Ai thot jo, hajt ti falim 6 rekate farz, pse më shumë më mirë, jo. Kush shpik diçka në fen e Muhamedit alayhis salam, refuzohet, nuk pranohet. Po ashtu thot, men amila amelen lejsa alehi amruna fa huwa rad. Tamam, dikush e ka shpik, po vin pas atij se kina shpik ne valla ç'kështu i kina gjet baballarët, s'ka lidhje. Men amila amelen lejsa alehi amruna fa huwa rad. Kush e vepron një vepër që nuk është sipas fesë ton, pa marr parasysh se nuk e ke shpik ti. Vetëm me vepru është e refuzuar, rad, nuk pranohet. Më thonë mjafton që vetëm mos tjetë sipas fesë që mos të refuzohet, pa marrë parasysh a e shpik a nuk e shpik, ndërsa ai që e shpik ka plus, mëkat tepër. Kjo është sa i përket, do me thonë, në rregullat në lidhje me bidatin. Në rregullat në lidhje me bidatin. Për këtë shkak, kur i ka përmend Allahu subhanahu wa taala mirësitë, adetet, traditat, i ka lejuar përgjithësi. Pastaj i ka ndalu, ka thonë ç'kjo s'bën. Alkoholi s'bën, mishi i derit s'bën, coftina s'bën, zinaja s'bën. Kjo punë s'bën. Gënjeshtra s'bën, kjo s'bën, i ka caktu. Do të thonë çka gjëra tjera pastaj nuk ka problem. Përveç harameve, më thonë pastaj je i lirë. Për këtë shkak, do të thonë si dobi në Medinë kanë qenë kur kanë bërë marrëdhënie me gratë, i kanë pas pozitat kufizume. Do thonë kjo është pjesë e fesë, vazhdi, ta dim. Allah subhanahu wa taala ka thonë nisaukum harthun lakum, gratë tuaja janë vendmbjellja juaj. Përderisa ju afroheni atyre në vendmbjellje, s'është problem. Me thonë pastaj në çfarë forme. Pse? Përderisa nuk e bën ndalesën, atëherë je i lirë. Ruaju prej harameve, pastaj në ato sende tjera nuk është problem. Va ka ndalu më ndafshin burrave. Po dikush thot s'ka pas xhinsa atëherë. Tamam, e ka ndalu që mos duket avreti. Përderisa s'duket avreti, je i lirë. Me thonë, e ka ndalu që t'jese poshtë kocive. Përderisa ndalesat nuk shkelen, je i lirë pastaj.
Atë ibadetet është e kundërta, pra po e përsëritim edhe një herë ta kena parasysh. Te ibadetet krejt janë ndaluar përveç se ka argument. Ka argument për këtë, e ka bo pejgamberi alayhis salam, ka urdhëruar, e ka pëlqyer, e ka vepruar, e bëjmë. S'ka argument, nuk e bëjmë. Domethënë është e kundërta. Kjo sa i përket këtyre dy rregullave. Dhe pjesa e fundit e ligjëratës është në lidhje me pozicionimin e njerëzve, domethënë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo njeri të madh, me peshë, me rëndësi, njerëzit është interesant se shkojnë dy ekstreme, edhe një pjesë pak më e vogël ngelin që ja japin hakun si duhet. Më thonë, e përmendëm shembullin e Isaut alayhis salam, se si jahudit kanë deviju ka kjon, krishterët ka ana tjetër, ndërsa muslimanët ja kanë dhënë hakin ashtu si duhet. Edhe për Muhamedit alayhis salam kemi dy ekstreme edhe një grup i cili është në hak, në mes të vërtetë. Njëri ekstrem është ekstremi i qafirave, pjesëtarëve të feve tjera, neglizhentëve, cilët nuk e pranuan si pejgamber, nuk ja dhanë hakun, nuk e respektuan, madje plot prej tyre edhe ofenduan, e luftuan, më thonë e armiqsuan. Kjo është njëri ekstrem. Dhe puna e këtyre është e qartë. Më thonë është e qartë si dielli në mesditë, kur është ditë e kthjellët. Dihet çka janë këto njerëz. Tek këtë musliman është e qartë. Mirë, po ekstremi i dytë ka ekstrem brenda pasuesve të Muhamedit alayhis salam, të cilët shejtani i mashtroi ka kjona tjetër. Më thonë e shfrytëzoi aspektin emotiv tek ata, respektin që e kishin dashurinë ndaj Muhamedit alayhis salam, dhe e shfrytëzoi ignorancën e tyre, paditurinë e tyre. Andaj i çoi që nëpërmjet mirës shkojnë te e keqja, që të shpikin vepra nemën të Muhamedit alayhis salam, që të shpikin fjalë nemën të Muhamedit alayhis salam. Ka disa grupe dervishave shpik hadith për filan punën, i ka 1 milion sevape, 100 milion, 1 miliard. Pse? Po t'i nxiti, po shpikin nemër të Muhamedit, nuk thot kundër, po nemër. Edhe kjo është gabim. Sa nëse hapim në këtë derë, atëherë feja bëhet tek ne si shtojnë të tovë, gjiz bëhet. Nuk ka kur një farë, se cili shpik çka don, çka i kujtohet, edhe s'bëhet kur gjë. Për këtë shkak ka disiplinë fenë Allah subhanahu wa taala. Pra ekstremi i kundërt janë ata që shpikën vepra në fe. Madje neudhu billah disa prej tyre edhe bën shirk, duke e ngrit pejgamberin alayhis salam deregje që nuk i takon. Njëri prej tyre thot në një poezi: "Wa min ilmika ilmu al-lawhi wal-qalami", thot dhe prej diturisë tënde o Muhammed është dituria e Lauhil Mahfudhit dhe e kalemit, lapsit që e ka shkruajt. Kjo është shirk. Gajbin të fshehtën nuk e din askush përveç Allahut te bareke ve teala. Pra, duke shkuar në këtë ekstrem, edhe dolën prej fe duke e barazu Muhamedit alayhis salam me Allahun e lartësuar. Nuk bën kjo. Nuk bën, do me thonë që ta ngriti më aq larg sa të bëjmë shirk, që ibadeti apo diçka cilësi që i takon vetëm Allahut, t'ja drejtojmë Muhamedit alayhis salam. Kjo është gabim. Kur e tha dikush, do me thonë prej sahabëve thjesht që s'kishin shumë dituri, tha dhe në mesin tonë është një pejgamber që e din të fshehtën. Pejgamberi alayhis salam u hidhru, i tha: "E ja'altani lillahi nidda", ambone ortak me Allahun? Nuk e di unë e gajbin, do me thonë, nuk e din pejgamberi alayhis salam. Edhe Allahu në Kur'an thot se nuk e din të fshehtën. Dhe thot se nuk bën t'i drejtojmë ibadet atij. "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada." Dhe xhamit janë të Allahut, janë ngrit për Allahun. Andaj mos lutni në xhami dikën tjetër përveç Allahut. Lutja nuk i drejtohet Muhamedit alayhis salam. Me gjithë respektin, me gjithë pozitën, mirë po edhe pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar këtë gjë. A ka pas njerëz që më shumë ti e kanë dashur pejgamberin alayhis salam se shokët e tij? Po pse ata nuk i bën lutje atij? E para, e dyta, pse ata si bonën me vlut? A ishin ata se nuk e donin pejgamberin alayhis salam apo kish diçka tjetër aty? Padyshim se e dyta është, kish diçka tjetër, do me thonë nuk është në pëlqim të Muhamedit alayhis salatu wassalam një vepër e tillë. Dhe grupi i fundit, pra dy ekstremet, këto ishin dy ekstremet, grupi i fundit janë pasuesit e sunetit, ehlu sunna wal jamaa, të cilët e ndoqën
metodologjinë e tij dhe e kuptuan se respekti i vërtet ndaj tij është të hecin hapave të tij dhe të respektojnë duke e pasuar dhe duke e ringjall sunetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Andaj është për shembull është kontradiktore dikush na akuzoi se ne nuk e dojmë pejgamberin alayhis salam vetëm pse nuk bëjmë mevlut, kurse ka ana tjetër në pamjen tonë, në veshjen tonë, në veprat tona, ne mundohemi maksimalisht. Allah na rujt, ne kemi shumë mangësi, mirë po spaku mundohemi. Kurse ai një herë në vjet ndoshta ja kujton me mevlut, gjithë vitin nuk i intereson se çka është fjala e pejgamberit alayhis salam për këtë gjë, si ka vepruar pejgamberi alayhis salam këtë gjë, çka ka bëu kur i ka ardhur kjo, si duhet që ta ringjallim sunetin e tij, ta pasojmë sunetin e tij. Nuk i intereson çello vitin dhe mendon se me një natë dhe me një formalitet mund t'i del prej hakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj për fund Allahu te bareke ve taala, siç thot Hasan al-Basriu, shumë njerëz pretendonin se duan Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Allahu i sprovoi me një ajet: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni." Thuaj vo atyne pretenduesve, nëse më të vërtetë e doni Allahun dhe kjo ndërthen dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam, fattabi'uni, pasoni mua, pasoni hapat e mia. Përndryshe jeni vetëm pretendues të thotë